vetë është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohet se dilin ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma, trupin në një episod i cili mund ta klasifikojmë të veçantë. Se mund ta klasifikojmë të veçantë, sepse sot do flasim bashkë me mikun dhe vllajin ton Azmer Duleviçin, do flasim për atë që quhet tragjedia e tjeshme e Durrësit. Ku një njeri i papërgjegjshëm, një njeri pianec, një njeri i cili nuk e di domodin që në lagje nuk ecet më shumë se sa me 20 km/h dhe mundësisht nuk duhet ta vendosësh fare pedalin te gazi. Për të gjithë ata që ngajnë makina, ngasin makina, e din shumë mirë që marshi i parë dhe marshi i dytë, po dhe çdo marsh tjetër nuk ka nevojë për freksion. Edhe ti shtoni gaz që të ecë makina të lëvizit, bëj lëvizjen e vet. Po ashtu dhe juve që e keni me kamerë automatike, nëse e lini të D-ja, mjafton të mos shtypni gazin. Pse mjafton të mos shtypni gazin? Sepse ndodhin këto gjëra që ndodhin. Për të qenë 100% i sinqert me veten, po edhe me juve, nuk mendoj se zotëria ka dashur që ta bëj atë që bëri, sepse askush në këtë botë përpos kriminalëve të luftës që janë anemuan të marrin jetë fëmijësh. Kësaj përpiqem këtu nga tru podcasti, se është shumë e vështirë si situatë, të çojmë ngushëllimet tona dhe të lutemi për shpirtin e atyre dy ëngjëjve dhe shpirtin e atij të tretit, ëngjëllit të tretë i cili është në trajtimin e mjekëve. Nuk e di se çfarë po ndodh në vendin ton, nuk e di se pse u vra njerëzimi, se u vra njerëzilëku në këtë njerëzimin e sotëm. Por ditëm vetëm një gjë që këto janë augure dhe një depresioni të thellë shoqëror mbarkombëtar, ku zgjidhjen e gjejmë tek alkooli, tek shpejtësia, tek drograt, tek vrasja, tek sharjat, tek dhuna e shumë çka tjetër. Azmer, mirë se merrte vlla, mirë se më ri erdhe në këtë episodin e të hënës. Nuk është episodi lehtë ky sot me vlla. Kemi folur për shumë çka, mund të flasim për politikën. Ti je prind vet, më mirë se sa ty nuk e kuptoj dot unë se çfarë dhimbje mund të ndjejnë ata prindrit e zinja ti valla. Shpendesh një ngjarje e rëndë, në fakt. Unë i shpreh një lloj si ti ngushëllime familjes mbi të gjitha, se fjalët e tepërta në këto raste mbas edhe nuk ke edhe çfarë të thuash, e kupton? Por mbetet ajo njerëzorja, mbetet njerëzilliku mbi të gjitha, sepse është një ngjarje e rëndë. Përveç faktit se janë të mitur, është edhe dinamika e ngjarjes. Kjo është një ngjarje shpend e paralajmëruar në vendin tonë. Sot që ne flasim, mund të rrezikojnë jetën edhe disa fëmijë të tjerë që janë duke luajtur në rrugët e atë dheut tonë, pasi Shqipëria është bërë një Godzilla betoni e gjitha. Na mbytën investitorët strategjik gjithandej, marrin leje mijëra metra katror për të ndërtuar pallate dhe 0 metër katror nuk e lënë aty drejt ta haj për një park. Park të luajnë fëmijët e shpend. Pra është e tmerrshme ta mendosh ku ne si prindër sot nuk i lëm dot fëmijët të zbresin poshtë pallatit për 1001 arsye, një ndërtohesh pikërisht edhe papërgjegjshmëria e shumë personave adult,
që ecin si të shkalluar në rrugët atë dheu ton, sepse fëmia po nuk pati park do luaj në trotuar, po mund të luaj me top, po dhe mund t'i dalë edhe makinës para. Ne në Tiranë të paktën, por edhe në qytetet të tjera, ne nëse shikojmë rrugën bosh, ne mundohemi t'japim gaz makinës, vëlla. Ecim shtiz. Unë kam ngritur një shqetësim në lagjen time shpend, konkretisht fiks 2 javë më parë. Ti e di, unë jetoj në Xhamllik, e di ku e kam shtëpinë, dhe është një rrugë e drejtë që vjen pikërisht nga rreth rrotullimit e Klani lart dhe përfundon tek Oslo, pra tek kryqëzimi i rrugës Bardyl. Është rrugë e drejtë, është dishez, janë 1-2 semafor, ose më saktë një semafor është dhe ka vetëm 2 semaforë që t'jemi korrekt dhe vetëm vizat bardha. E kam ngritur si shqetësim sepse nuk ndalon njeri, vëlla. Hapet semafori me 80, me 90, ti hyn te vizat e bardha, pra vjen makina, të shikon dhe nuk ndalon. Përkundrazi jep gaz. Tani unë si qytetar, si prind, si kryefamiljar, por e çfarë duhet bëj? I kam kontaktuar Bashkinë e Tiranës, kam bërë një video publike për të marrë reagim, që të marrin masa zotëri, se çfarë do bëj unë si qytetar, se vinte njeri më shkruante një koment, thoshte duhet marr kallashi, vlla, thoshte edhe ta zgjidhim të. M'fal, po ku jemi ne tani? Jemi primitiv? Ç'është kjo gjuhë tani? Ja mora unë kallash. Ç'a zgjidha unë zotëri? Nuk zgjidhet në këtë lloj forme, o njerëz, sepse e kam parë këtë reagimin dhe në rastin e Durrësit, pra një se në rrjetet sociale kemi shpërthim, ne bëjmë se hir, e kupton, 2-3 ditë harrohet kjo, si u harrua pallati, u doq pallati, flet njëri më për pallatin, as i kërcet fare me, as i bie ndërmend, madje po t'i dalin e ngjej jep skip. E njëjta gjë do ndodhi edhe në këtë rast, pas 2-3 ditësh do harrohet kjo. Madje kishte nga ta shpend, se me këta e kam dhe këtu do e ndalun diskutimin e sotshëm, që më thoshin dashke semaforti aty te shtëpia jote. Dashke ti një polic aty, po më fale zotri, për çfarë pagoj taksat unë tani? Se janë ore ignorant, më burrore të heqin trurin në shpend. Tani unë ç'a duhet të them unë aty? Mirë bëjnë këta që hecin. Se kishte edhe disa që vinin më thoshin hecni te vizat ju tërpordh aty, e kupton, avash avash. Po më fal, si të hecim te vizat valla me fëmijët prej dore? Ati mësoj sprintin, t'ja fusim shtiz, se nuk pret kjo zonja apo ky zotëria në makinë. Thua ti se këta që komentojnë, këta nuk hecin kem. Këta hecin vetëm makinë, këta kanë lindur makinë, këta shkojnë në dyqan me makinë, pinë kafe me makinë, dalin xhiro me makinë. Ignorancë burr. Ignorancë totale. Këta nuk e din rregulloren që nëse hyn këmba e këmsorit e viza e bardhë, ti zotëri do ndalosh, ka prioritet këmsori. Sepse kështu i kemi në semaforët. Duam apo nuk duam. Pra, këtë drejt edhe ti edhe makina, po prioritet ka këmsori. Flas për ata që kanë bërë patentën, nuk po flas për ata që kanë blerëse. Këtu po ti bësh vetin kësaj, mos them 80%, 90% e kanë blerë patentën. Flasim realitetin tani e shpend. Ky është realiteti këtu e burr tani. 10 deri në 15% mund të jemi neve vëlla që e kemi bërë kursin si teorinë, si praktikën, ashtu siç duhet që kemi mësuar. Të thot shpendi nuk ja kanë hapur. Unë shikoj njerëz të cilët nuk shikojnë pasqyrat. Nuk ndezin sinjalet dhe burr akoma, e kupton ti ku jemi? Të ngasësh makinën dhe mos shikosh pasqyrat, është një lloj, domethënë nuk e kuptoj vëlla, domethënë se si mund të ndihesh ti i sigurt, kur ti e ndryshon sensin pa parë nga pasqyra o vëlla. Se mund të jem unë idioti që vi me 200 orë të fshiva vëlla. Mjafton të bësh unazin e re për ditë, siç e bën unë ti për t'i dalë anë mban Tiranës se nuk i futesh dot. Vëlla, aty shikon njerëz të cilët janë të papërgjeshëm, janë kamikaz nece. Nuk e di shpend e ke menduar ndonjëherë vëlla? Nuk e kuptoj dot. Po. Më thuaj. E ke menduar ndonjëherë shpend pse një pjesë e qytetarëve e shqiptarëve, bashkombasve tan, sa hipin në makinë tjetërsohen si njeri, dalin edhe nga vetja, i bjen buris, madje do të parakaloj gabim,
po nuk e leti të hyj se ai është gabim, del nga vetja, mund po të ketë armë, thik hu aty, është gati të dalit të të vrasi më burr. Pra një shpërthim që nuk e kuptoj pse ndodh. Është e tmerrshme më burr. Është e tmerrshme. Pra para një 2 javësh para një 2 javësh te rreth rrotullimi i Tegut, ishte vonë, kthesha nga fieri. Edhe më hyn njeri gati më përplasje, e kupton? Pa sinjal, pa gjë. Gjithsesi më vjen pastaj se një veprim që e mbaj mend si tani në fakt. Në ke parasysh, unë isha në kursinë e vasht, Ka sfari në moment. më vjen shpend te dritarja dhe më bën me shenjë domethënë hap kraun, e kupton? Pra, okay, hapa kraun, no? Del ky një çun i ri, një 27-28 vjeç. Edhe pse nuk më le, i thash, po më fal valla, qetëso një, prit. Ti për çfarë dole tani nga makina dhe çfarë është kjo? Çfarë do tregosh me këtë? Do zjemi ne, do vritemi tani për këtë? Pa e di që duhet presesh, tash kam prioritet ose jam në rreth rrotullim. Duhet ndezësh sinjalin e gjitha me radhë. Jo, po unë hyra, po ku është kjo hyrje ti? Tani çfarë do bëjmë ne tash? Më fal, një sekond, tani do vritemi ne bashkë për këtë, se për çfarë del nga makina ti? Çfarë do të thotë kjo tash? O më tha, ti e i çuni që del në TikTok? Shërënci ka e thash, kush jam unë? Ky veprim që bën ti, çfarë do tregosh me këtë? Jo më falë, po unë kam ca hallet e mia, problemet e mia, më bëj halal. E kupton ku jemi në shpend? Pra në një rast hipotetik, po t'ishte dikush tjetër që po t'kishte halle edhe si ky vlla, që i ka thënë mendje si këpirdu, do dilim në lajme vlla. E kupton ku jemi ne? Po është merë më burr. Normal që del lajme. Po del në lajme më Normal që vlla. del lajme vlla. Këtu janë kakam, këtu sillen si kakam të gjithë. Po ti shikosh vlla. Unë shikoj çunat, s'po them për vajzat, po çunat që i kemi shok, e shtrisin se diljen deri në fund, e kapin me majën e këpucës frenën dhe gazin, se si mund të rish ti komod shtrirë në makinë vlla, se dilja, që të rish kështu si kakam, të rish si i fort, si gangster, unë këtë nuk e kuptoj dot valla. Në makinë duhet 90 gradë, të rish me të dyja duart 10 me 10, nuk je Schumacheri, as Alonso, as Senna, as çaj quhen nga Hülkenberg, e as në i Valentino Rossi që t'jesh i përgatitur tër jetën për atë garën 1 orë gjys, të ecësh të futesh në kthes me 300 orë. Edhe ata e kanë me parametra sigurie, nuk e di domethënë. Në qoftë se ti vlla të duket gejlik, të vendosësh të dyja duart në timon, vlla mos hip ndonjëherë në makinë se do na vrasësh fëmijët. Në qoftë se ti e shikon që je i deur, lër makinën për taksi vlla. Më shpend. Unë ashtu e bëj, pi ndonjëherë Ti vlla taksi vlla. ke bashkë moshatarët tanë që kanë turp të vendosin rripin e sigurimit. I duke turp vlla, të vesh rripin. Vetëm tu të ne ndodh. Po, është të mëshme. E vën rripin se kanë hallin e policit. Jo zbatimin e rregullores. E kanë turp realisht, më beso për këtë që them. E kanë turp të vesh rripin, nuk lidhet burri thon. E kupton ti tani çfarë diskutimi po bëjmë ne? Me një popull që thot nuk lidhet burri se i duket burrëri, mos vesh rripin. Tani çfarë preti tani diskutime tjera? Po këtu pjesa më e madhe nuk din të lexojnë tabelat valla. Më beso për këtë nuk din të lexojnë tabelat. E ka aty levën e sinjalit porton ta shtypi. Do ta parashikosh ti nga do iki ky, nga do kthehet. Ndalon mes të rrugës aty, nuk ha blokazhi. Pra ti do ta parashikosh që ky do ndaloj. Parkojnë mbi trotuar, ecin shtizë të vizat e bardha. Në Barcelonë shpend kur kam qenë, para disa vitesh, morën masa drastike ata për Safe City, sepse në çdo vend ka njerëz pa përkeqësim, plus që po flasim për një vend që ka miliona banor, shumë emigrant, turistë me radhë. Dhe kanë vendosur semafor në qytet pothuajse
të gjitha vizat e bardha. Kanë marrë dhe një mas tjetër që spanjollët, katalanasit, i thoshin Chicones. Chicones, po e them shkurt çfarë do të thotë, është ngushtim rrugë. Pra në ato akse ku kishte historik që ikshin shpejt e gjitha me radhë, ngushtim rrugë do të thotë është rruga me dy korsi, pra në ato zona ngushtohet me kone me gjitha, që ti je i detyruar, do bëhet trafik, po ti nuk ecën dot se i bie ta plasësh tjetri nga mbrapa. Pra, pse janë budallënj ata që i kanë marrë për masa? Po pse janë budallënj gjermanë që kanë vënë blica dhe kamera në këto zonat, qoftë në fshat, zona rurale, qoftë në qytete, gjitha me radhë, ku të vjen gjoba 200 euro, 500 euro me post e shtëpia. Mos ndaloti, thot tabela 30 km/h në qytet, ti je me 80 apo me 100 se shikon rrugën bosh, provoje ti këta zotri dhe të vjen gjoba aty te shtëpia dhe herës tjetër ti kënë dhe patenta, herës tjetër vete dhe në burg e të gjitha me radhë. Pra, por këtu ne nuk i kërcet njeriu. Kjo duhet zgjidhet nga institucionet miku im. Kjo nuk zgjidhet as me sensibilizim, se nuk kemi ne i popull që sensibilizohet, të themi drejtë në burg. Para disa orësh vdiq një qytetar në Otlak në Berat. Ishte me motor e shtypur, me përplas. Sot, dje ndodhi fatkeqësia në Durrës, sot vdiq një tjetër. Nesër, shpresoj shumë jo, po mund të vdesë edhe një tjetër. Nuk kemi ne ai lloj populli me sensibilizim, themi realitetin tani. Ne na bën punë vetëm dajaku valla. Forcimi i ligjit. Edhe dajak, po dajak mirë me gjoba dhe me masa. Edhe me forcimi institucioneve, se është një pjesë të duhen vën polica. Po mirë valla, sa polica do vjen? Policë në çdo rrugë lagje. Policë në çdo vizë të bardhë. Pastaj dhe policia edhe mund korruptohet valla, nuk e garanton këtë. Se ne të gjithë njihemi për sa që është Shqipëria. Të me realitetin tani. Të forcon vetëm marrja e masave drastike. E bëra unë apelin të lagje ime. Unë dje njeri nga Bashkia Tiranë. Fare më falë për shprehjen shpend, po asa rrujti njeri fare vlla. Po fare më fare, as një lloj mase, fare. Akoma më shpejt po hecin aty. Qa duhet bëj unë si qytetar tani zotri? Pra, ja, mund të ma thot dikush nga të gjithë ndjekësit që po na shikojnë këto momente, unë si qytetar i përgjegjshëm që reagojnë lagjen time, se për lagjen time po nuk pola njerë për këto flas. Qa duhet bëj unë tani? Taksat i paguaj, gjitha po, e me radhë. Këtu ka vdekur o vaj, gjitha kjo. Këtu është të rujtë zoti, po. Këtu është fiks të rujtë zoti. Mund të të shtypin rrugë, vdes në spital se nuk e ilaçe, të digjet shtëpia. Pra, mund të vdesësh aty të asfiksohesh. Tu, ku di unë, edhe kaq sa jemi, ku di unë, rastësisht se shqiptari rron nga rastësia. Se nuk bën dot asnjë projekcion këtu. E ka menduar dje vëlla, dhe meqense jam me ty që merr vesh nga këto lloj punësh, edhe ke mendim, po e mendoja dje, a mund të hapet një hetim vëlla, mbi këta drejtorët e patentave në gjithë Republikën e Shqipërisë. Kush do ta bëj o shpend? Themi realitetin vëlla. Po ne dim gjithë që të gjithë këta marrin lekë, por pse nuk e dimne në përredhe, nuk e din qytetarët e burg. Pra që qa flitet rreth e rrotull. Po të themi realitetin e burg tani. Ne s'kemi prova se s'jemi prokuror. Po ne dim që tani t'jesh drejtor i patentave e burg, duhet t'japësh lekë te ministri. Ata inspektorët e kanë kuat ditore vëlla, duhet t'japin, çojnë kaq lekë drejtorit se i heq nga puna. E blejnë vendin e punës e mik. Më thuaj mua një drejtori e patentesh në Republikën e Shqipërisë që nuk është bërë me hotele e me nuk di sa lekë ka. Po më falë, po pse duhet jap lekun inspektorit kur unë e marr vetë patentën e zotri? Se këtu dhe të ngelin edhe kot, se duan atë 200.000 lekë për teorinë edhe për praktikën. Mos bëjmë kot tani apo. Se më heqin trurin disa që flasin sikur jemi në Luksemburg burr. Se është një pjesë që nuk e kupton realitetin e vëlla. Realiteti është ky, këta marrin lekë, shkurt, pik, shiten patentat. Kaq vëlla. Kush ta bëj hetimin? Organet o vëlla. Organet përkatëse. Kush organet? Prokurori që është prokuroria thua ti që ndihmon këta për bler vota.
që nuk flasin kur merren ato presion qytetarëve. Sepse ai që blen vota vlla i bëhet drejtori i patenteve, kush bëhet? Unë apo ti? Bëhet një inxhinier mekanik, një inxhinier transporti, bëhet konkurim aty. Ke dëgjuar ti në rast që një shkolluar me eksperiencë inxhinier transporti u bë drejtor me merit flasunën? Jo. Po bëhet ai e mik që mbush kutin me vota. Qa preti këtu tani? Kush prokurori? Po në Fier u bë namin, Tiranë u bë namin, u bë shteti me partin. Shpun ka një inspektor patente, vlla, të mbledhi vota për partin. Ma shpjegon do të mua këtë se unë se kuptoj dot, e kupta? Ky është realiteti këtu. Shpjegon shpendi, i thotë ai shef sa vota të duhen nga unë, në lagjen tënde thotë dua 500 vota. I dua, po i thotë ai. Me këtë 500 voqin, më çon drejtor patente, se ke edhe 2000 euro dita. Ja. E di Shaleku bën. A e kupton Shaleku bëhet me patentat o vlla? Sepse ku ka makina, do të thonë dy gjëra nuk i prek kriza, logjistikën, që është transporti, edhe ushimin vlla. Domethënë do ketë treg ushim. Sepse njerëzit duan të hanë, konsumojnë. Po dhe pa makinë nuk bën dot. Ta e kanë shifrat frikshme, po thëmun 2000 euro dita, se kush na dëgjon neve nga këta drejtorët e patenteve na nida thonë, shoko këta i dy idiotë, thonë se 2000 euro, sa çip janë. Sa çip janë. A kupton sa idiota janë, llogarisin 2000 euro dita, ne 2000 euro i marrin dora. A kupton tek dorë. Por vlla, e di se është probleme, më coptu shpirti, më kanë shkruar shumë veta, o shpend, merre tash këtë lajmin edhe bëj reel se gjitha me radhë. Po unë edhe një herë vlla, sado që bëj kështu si tip me ne frego, si tip që jam i fortë kështu si natyrë, nuk mundem do ta përdor vlla jetën e dy ëngjëve, ta përdor për content. Edhe sot e kam bëj emisionin vetëm për që thuash për të dhënë jo vetëm në homazhet e shpirtit atyre vlla, por edhe për t'i dhënë prindërve të tjerë një lloj përsiadje se si duhet ta shohin botën në burse. Kanë harruar prindrit të prinderojnë o azmer. Për zotin vlla kanë harruar prindrit të prinderojnë se mbushen syt me loto burr. E shikojnë fëmijën si barë o vlla. Japin votën e Tiranës Ali Berisë shpendit Azmerit, që i prodhunojnë 24 në 7 për 4 vjet, dhe e blen atë apartamentin 200.000 euro, që janë nxifsha jetën 200.000 euro apartament o vlla, në Shqipëri me një rrogë mesatare 600.000 lekë. Dhe ti aty jo vetëm që nuk e parqe, vlla, po ti aty mund të kesh konsumator të drograve të forta. Për shembull në ish pallatit tim te Nisharaku, 3 herë kemi gjetur djem dhe vajza te transformatori poshtë vlla në Bodrum, duke pirë të kuqe. Me administratorin. Vlla, kishin bërë fekale. Nga që ajo është një lloj drogre, fillova të lexoja, është një lloj drogre që ta shkatron stomakun, a kupton? Edhe ti jep shumë diarre. Të vjella dhe fekale vlla, kur pinin. Ç'a ti bëj aty? Ti rrifja. Ata i këtë vdekur në dorë, a kupton? Ata me i rraf të ngelin dorë vlla. Po nga ana tjetër ke frikë se po ti rrafësh të mbajnë mend për dozën e radhës, ai të ngul thikën. Se kemi edhe prindëre, kemi edhe vëllezër, kemi edhe fëmijë, kemi edhe njerëz në pallate, nuk është se fëmijët e pallatit tim janë dhe fëmijët e mi, dalun mbrojtje atyre. Të nëngjë, jo. Zgjidhet me dhunë kjo, nuk zgjidhet me dhunë kjo vlla. Tu ke konsumator të kuqe. Fëmijët ke frikë tani se kanë dalë lloj pedofilash. Është bë pedofilia si grip o vlla. To emisionet investigative çdo 2 ditë denoncojnë një rast se i ndjekën këto gocat me vrapë pedofilave. Sa pedofila pas ka Tirana o vlla. Ai tjetri pi rakie, pi bira, bëj xurxull mes ditës, i hipën makinës te këneta ndurës, nuk shkëmben do 2 makina o vlla. Duhet të ulesh shpejtësinë që mos të kapësh pasqyrë me pasqyrë, se ne kemi kalu të gjithë aty. Më keq. Rumania më se kemi tallë bythë me Rumaninë, tër jetën. Kam vajtur në Bukuresht në 2014. Kura këmbën vlla. Kura këmbën vjet e para, e di ku ka ndalu rumuni 30 metra para vlla.
ai vinte me shpejtësi 0 te 2. Po çfarë thua? Rumuni. Nuk e di vlla. Por ti them vetëm një gjë vlla që po jetojmë kora të kopshme. Po jetojmë kora të kopshme vlla. Po ç'a do bëjmë më shpend? Se këto i din gjitha o vlla im. Po ç'a do bëjmë më burr? Cila është zgjidhja? Vlla, ke lekti. Se një Me vendos semafor të lagja jote te lagja ime vlla. nuk e vet do të burr sepse nuk e vet do të shpend sa se po i mbledhim ato lek. Duhet marrësh leje burr se të fusin burgë burr për shkeljet sinjalistikës rrugore dhe të dënojnë bën një 5 vjet burr kot. Nuk vet do të barriere sepse të çojnë për ndjekje penale. Se nuk zgjidhet me individ, se i pari unë po i vendos atje, po i vet konat, se tani i bie gjithë secili veri barriera para shtëpisë vet, nga ato plastiket me gomin. Pra, janë institucione tani. Pra, këtë duhet ta zgjidhë shteti, duhet ta zgjidhë bashkia, por problemi është se këtu këta nuk reagojnë vlla. Këto që themi ne, këta nuk i marrin seriozisht. Këta tallen me këto që themi ne, me hallet tona. Këta kanë hall ndaj në i tender e mik. Kapin e ngje, këto që themi ne i duken budallniqe herbu. Dhe ne rrezikojmë jetën, ikim me vrap te vizat e bardha. Po ne e kemi faj, nuk kanë faj këta shpend. Më beso për këtë. Ne qytetarët, ne populli e kemi faj. Sepse ne i zgjedhim këta. Kur vinë votimet, vlla, këta vinë. Na luten ne për vota. Dhe ne ja japim. Ase japim fjalën ne, e kupton se tradhtojmë në partinë. Pra ne vlla ja japim këtyre dhe pastaj ankohemi kur na vrasin. Kur nuk na vën aty semaforin, kur nuk na i ngjyrosin vijat e bardha, se ke shumë zona që i ka ikur boja atyre. Dhe kur flasim, këta edhe na tallin. Por edhe kur ne kërkojmë të bëjmë diçka që i vëm popullit, o vlla, po vi si alternativë kundër këtyre më, o zotri. Jo vlla, nuk votojnë këtu, është kot, fol kotë, por e vetmja zgjidhje këtu vlla, është si e kanë bërë shumë bashkë moshatarët tanë. Merr valixhet, gjej një vend mirë aty, në Europë, se është bërë më e lehtë. Edhe shiko të rezin tënde, se s'dorrojmë nga 500 vjet, se gjysmë e jetës na iku. Se nuk bëhet ky vend vlla, fatkeqësisht nuk bëhet, por ç'a të bëjmë ne tani? Se tani provon një herë, provon 2 herë, provon 100 herë. Do të shmduhet mua nesër po të më shtypin fëmijën e shpet. Pra dritën e shtyve po të më shtypin rrugë mua, ç'më hyn me mua vlla se ja, shiko si ecën, nuk e di dëgjohat apo jo. Ja. Sa ke orën tani, ecën shtiz aty me makinë pa marmit vlla. Ne flasim tani, ç'më duhet mua vlla, ai të vjen trotuar të shtyp. Duke ecur ti të shtyp vlla. Mua po më vrave fëmin, po më vrave i familjar. Pra, qa kuptim ka jeta më për mua vlla? Flas kodën pastaj. Ktu kemi arritur ne. E vetmja zgjidhje është marrim valixhen dhe tikim. Dhe ta gëzojnë Shqipërinë këta vlla hajdutët. Le ta gëzojnë vlla, se kështu vajti kjo punë. Pra ne nuk dim për veten tonë, ne i votojmë këta, ne i mbështesim këta, ne i suportojmë këta, se ne i mbajmë pushtet. Dhe ne marrim valixhet dhe ikim, sepse ne kemi problem. Pra ne nuk e tradhtojmë partinë. Ne, si tha jo gjyshja ku ishte në Vlorë, unë tha i laçe rrugë s'kam tha po. Kësën tha do votoj tha. Kështu që qa preti vlla tani? Liste klasike ata. Për partinë dhe Edi Ramën. Shikoja, unë kam shumë vite si ti, po dhe unë që e kemi menduar emigrimin, edhe kemi bërë disa përsjatje tonat me emigrim. Të betohet shpendi unë po e përdor podcastin si një trampolin për të kapur treg të jashtëm, që edhe mund të zhvendosem vlla. Të bën nga cili vend i botës. Këtu do kalojmë depresion. Do vi një moment vlla që do bëjmë edhe ne si këta. Do vi një moment që do t'i hipi makinës vlla. Edhe kam për t'a dhënë dhe unë shul. Na 200, po unë s'kam për të marrë fëmijë largos dot edhe njerëz, po do t'i vetëm parlament. Do t'i hipi parlamentit dhe do t'i hyj kështu drejt vlla. T'kap çat kap. Nuk ja del dot vlla se janë shumë, dëgjoj vllajin, sepse janë thjesht figura, ikin këta vin tjerë.
Tu duhet ndërgjegjësimi jonë si popull, o vlla. Vajde Albana Koqiu dhe familja, tisha unë ajo familjari, unë dhe kisha mbyll derën atyre, o vlla. A qa do be, bur ata janë se kanë mendjen o shpen, se kush i vjen, kush i ikën në burr. Vjen për homazhe ti. Vjen për homazhe. Qa do be, nuk... Se nuk po thëmë unë që e ka fajnë policia. Policia nuk ka qa fajt ketë kur shpendit është i droguar edhe se s'do rri me mua, vlla. Po m'kapi, të hiq patentën policia. Po s'kapi, s'ka se qa të bëje, se nuk të ruan ty. Po pi birë, apo po pi raki, apo po pi verë. Por ti si politikane, kur vjen aty për të bërë homazhe, atë nuk e se u vran me njëri tjetrin dhe ti po vete për homazhe. Atje ata po lunin me topë, kush e di qa muhabeti po bënin ata ëngjit e vegjël. Fillon shkolla nesër. Hajde luajm futboll sot se kemi shkollë nesër, na vinë mësimet. Do na ngarkojnë. U prend 3 jetë o vlla, se edhe ky djali i vogël 8 vjeçari është në gjendje shumë të rëndë o vlla. Ore si nuk merr zoti një nga këta hajdutet apo merr ëngjë. Ç'a ka ky vend o vlla? Si kush e ka shitur këtë vend? Mos është bën një profeci o vlla. Mos e ka shitur këtë vend në njëri për na 1 vit. Për na 2000 vjet o vlla. Unë ta kam thënë vlla dhe podcastin e shkuar që ka diçka që nuk shkon me ne. Realisht valla, ka diçka që nuk shkon. Ne jemi bërë kthyer një popull valla që reagojnë vetëm rrjete sociale, vetëm TikTok, Instagram, Facebook, me komente, si fol kodh aty pa lidhje dhe kur vjen puna, ditën e votimeve në orën 7 mëngjesit, gjithë në radhë atje, të programuar, për të votuar, po këta që i vjedhin. Dhe gjitha nis këtu se do thot në njeri se vinte njeri një idiot vlla, kur kërkova unë që aty te lagje ime të merren masa, më thoshte po bën politik. Qa ti thuash kurse ndonjëherë mundohem ta mbaj dhe gojen kurse jemi pak edhe personazhe publike dhe ta nxjerr na njeri thotë shiko si po shan ky. Po isha gati me lidh shtëpia të hyja më zotri. Po s'fola unë aty ku zbresin fëmijët e mi zotri. Qa politik leshi për politik thot tani. E kuptoni tani po bën politik thot. Po janë veshur sytë vlla sepse nuk shohin përveç pjesës politikës. Pra ti nëse ngre një problem, ti po bën politik thot. Një tjetër vinte tek rasti pallatit që u doq, që unë pata reaguar dhe thash nuk ka kontrolle, nuk ka cilësi, thash realitetin, komentonte me një koment atje thoshte, po pse nuk ka inxhinier tjerë Shqipëria, ngeli vetëm ky që po vdes bëhet deputet. E kuptonte tani valla? Tani unë po të them o zotri nuk ka asnjë mas, duhet bërë certifikim, ai thoshte që ngeli vetëm ky. S'ka inxhinier tjerë. Qa ti thuash tani valla? E kupton? Nuk di valla, me qa të thuash. Para 3 ditësh humba një kurs me një mikun tim që vjen të bën kurs me mua, është ulur i shkreti në orën 5, unë që i thëm më prit vlla se jam mu të astiri sa të shkojnë në shtëpi, nga dalja, nga futja për të rrethi astirit, kur vjen për nga sheshi Shqiponja, deri tek hyrja për tek pallati me Shigjeta, 1 orë e 38 minuta. Dhe unë marr telefonin vlla dhe bëj një video që duhet ta kesh parë se është bë virale. E kam parë. Kam hequr gjithë fjalorin e keq të egër Sharës për arsye etike dhe për arsye se na ndjekin fatkeqësisht për ne, po dhe fatmirësisht në jetën ku na ndjekin dhe fëmijë, që ne nuk kemi kontent për fëmijë, prandaj them fatkeqësisht. Por që meqense na ndjekin dhe nuk i shmangim dot, pakën t'japim çik modele të mira se si mos t'jesh, kupton ti mos t'jesh. Po kur fillonin këta neandertalet, jep mend ky idioti, ky është me telefon për vete, në dorë. Qa ti thush më vlla? Vetëm kaq më thujti më. Qa ti thush këtyre prerjeve? Tash në vend që ti të shikosh faktin që unë kam ndaluar, jam me rrit sigurimi, jam në vijat pa ndërprera, po mbaj radhën unë o vlla. Se di dhe unë me apo tjetrit me sinjal me dorë, të futem sikur kam urgjencë.
Edhe ti po prap merresh tek unë? Edhe pyetja ime Problemi kryesore është- vëlla është pse mendon se koha jote është më e vlefshme se sa imja? Se këta mendojnë që koha e tyre është më e vlefshme se sa jona vëlla. Edhe kjo është tmerr. Ky është tmerr i vërtet vëlla. Shiko, është një pjesë vëlla, e bën Mua më neverit e tjetër në momentin kur lexoj një koment, jo se më shan mua dhe ty o vëlla, se ne jena mësu duke na shan. Na jo më shpoteve. jo. Një pjesë shpend e bën vetëm për të na demoralizuar, e kupton? Kaq vëlla, kaq. Ai as kupton fare burras se ka realitetin fare, madje disa as nuk të dëgjojnë fare çfarë jeti duke thënë. Vetëm për të të sharë. Vetëm si për të të nxjerrë keq. Pra, kjo lloj prerje jemi ne, por tani çfarë i themi tani? Se ka dhe një shpend, po thet vërteta, do kesh njerëz që do t'u rrej. Pra, harroje ti këtë, e kupton? Këtu duan t'i gënjesh bukur vëlla, ti mashtrosh bukur. Po i mashtrove i gënjeve bukur, do të duan. Po thet vërtetën vëlla, po the problemin, normalisht që do ketë njerëz që nuk do t'i pëlqejë kjo. Tani unë kur them që pallatet është cilësia cop-cop. Pra ndërtimet sot 2026-ës, ata që bëjnë pallate, se çka kujtoni do thonë bravo inxhinieri. Ata kanë hanë lekëve të tyre të xhepit tyre vëlla. Tani unë e di këtë pjesë. Pra kur them që politika ka fajin dhe këta që nuk bëjnë asnjë ligj, asnjë mas. Po, qa preti? Këta dhe familjarët e tyre do vinë të ne do thonë bravo shpend, bravo azmer. Absolutisht, sepse këtu, unë e kam thënë, ne shikojmë vetëm shpinë brenda për brenda 4 muret. Ka që shikojmë ne, zotri. Pra, dhe nëse ne nuk e ndryshojmë këte, ne kështu do vazhdojmë dhe mua më vjen keq vetëm për një gjë. Ne që flasim dhe jemi kritik, jemi minorancës vëlla. Pa asnjë lloj interesi, pa asnjë lloj gjë, se nuk jam as unë as ti as deputeti i opozitës. As kemi ndaj post që e bëjmë për politikë fare, më zotri fare. Pra thjesht si qytetar, unë them, më vjen një semafora o Bashkia e Tiranë. Më vjen vëlla një semafora dy merr masën se do na shtypin kalamajt vëlla. Marr fëmijët eci me vrap të vizat. E kupton ku jemi ne? Ti e ke parë rrugën. Kam hapur live. Lucë, bal. Nuk është se nuk na shohin. Se unë për ata e bëj. Po si nuk i ka plan seriu trapi o vëlla. Të vita hedhi një rënë bitumi e një cip o vëlla. Po edhe mes Tiranës. Për 3 minuta del në Astir, nga Ysh Berishi në Astir. Tu është Çukur. Çukur o vëlla. Çukurës nuk ke aty thyen qafën, mamat tona, që janë mosh madhore, që kanë probleme me hernje diskale, me lloj problemesh tash. E nuk i hedhin do të hapat mirë. Mami im dhe mami jot vëlla, rrëzohen tek ajo rruga që kalum neve bashkë kur erdhi te shtëpia. Ore rrëzoni dhe ne o shpend. Ore dhe ne dëgjoj vllajën. Bajm vëlla, sa herë kam rënë unë. Të betohem sa herë kam rënë unë që më ka ikur këma keq, se është disbalancë. Se ti e duke ecur drejt o vëlla, po mpret azmerit e zyra janë duke ecur shpejtun. Po, fix. Mua më duhet me marr 2000 lekë ditë për ditë letra të lagura o vëlla. Për kpucët, të betohem. Vin shtëpi më thot babi. Ore ku je futur thotë që i ke kështu, llogaritë nga puna te shtëpia. Bie shi, gondola. Është nuk e di vëlla, është tmerr. Nuk e di vëlla. Thjesht jam kurioz aty te lagja jote, në zgjedhjet e fundit. Ku i çuan votat ata vëlla? Ok. Mua më shohin kështu, gjigant, o vëlla, sa bukur fletë të gjitha me radhë. Faleminderit vëlla, faleminderit. Plas bukur shumë. Votën kujt e ka? Po e di ti se okay. Na bëj Allah. Vazhdo jepja. Unë flas bukur. Unë flas bukur votën e pra.
Mua shpend vetëm një gjë më bën përshtypje. Besoj e ke vënë re edhe ty jam i sigurt që ta bën si koment. Kur më thon Shqipërisë djem si ty i duhet. Tash djem si ty e bën Shqipërinë. Kjo mua më duket komenti copy-paste që i bëhet çdo kujt kot pa lidhje. Kur vjen puna që unë vlla të vi të kërkoj votën për të bërë diçka, zhdukesh ti avullon. Avullon vlla. Pra, duan ndjem, po për çfarë? Ti quni mirë, për shiko se nuk fitonte, e vështirë shumë, do votoj këta unë se ashtu është i muhabet. Tani fare burr, po e provoj një herë, unë e provoj një herë tjetër, një herë shpendi, një herë dikush tjetër. Po fare po, nuk e kemi punë politikën, se këta kanë një koncept shumë të gabuar një pjesë, kujtojnë se ne ham buk nga politika. Nuk ham buk nga politika ne, o njerëz. I keni tjera ata që marrin fonde nga KQZ-ja, vlla, që rrin kot rrugës. Ata marrin, ham buk nga politika, vlla. Se marrin nga 60-70 milion lek në vit, minimumi. Kot. Kot. Edhe kur dalin, e bëjnë takime, organizime, janë me lek tue, o njerëz. Do me dhenë, unë, shpendi dhe shumë tjerë, ne jemi kota vlla. Në madhe do njerë flasim edhe kot. Marim, bëjmë armiq kot. Se vlla, nuk di unë da mbaj mirë me ndërtusit e? Me qeverin, se kujtoni se nëse unë dua, nuk e marrë një post unë vlla. Te pëseja. Si të gjithë tjerë, shiten dhe unë, vari lesë, shikoj të rregulloj shpinë time, shpendi po ashtu. Direkt e ve Rama zëvendës minister nesër. Dali kra Ramës, do të qeveria më e mirë. Se kështu ka vajtur kjo punë. E ke parë diskurin tim politik. E kam ndryshuar edhe e thëmë, më në fund pas 14 vjetësh e kuptova se çfarë është ndriçimi vlla. Që është vërtet, unë po e bëj gati veten. Po jo, du me pa, e di si është probleme. Du me pa në një situatë hipotetike, si kur neve të ishim ministra të Ramës, vlla, ti energjetikës, zëvendës ministre, unë në arsim në një gjë. Edhe të flisim për Ramën, që ky është i ndriçuar e gjitha, po të tallim mbytëm kështu barbarisht vlla. Të bësh të fjalim që Rama me don lekët e botës nuk e bëhet dot, a kupton aq mirë. Shikoja këta se si do na mallkonin tash. Ushqitet ti. Ndërkohë që është vlla kokë këm. Jo, ke gabim shpem. Do na doni më shumë. Do thoshin na marrojnë ai punë. Po çfarë thua ti për shikoj ta stulën në për vdesin tani për ta stulën. 3 ditë burru harruat i ore jetë reziti apo jo valla. Se kanë në i dyqan aty në një thot na bie inspektoriatin ky valla na bia ku unë. Po çfarë thua burr? Këtu të vrasin për ta stulën tani jetë reziti apo jo. Dhe mire për i dashje burse. Kështu duhet të ndani se çfarë tempi tani ne, vari lesh. Mire bëri dashje, të bëni mirë vlla për vetë vet. Mire bëni budallimin e ore ne jemi idiotër për kolere tani. Ne nuk dimë burr. Ne luftojmë me një herë se valla. Jo, shikoj, ne jemi të tradhuar vlla. Se ky është gabimi jon. Je futur në një luftë, i ke të gjithë Elfiatës, nuk është se ke Leonida. I ke të gjithë Elfiatën vlla. I ke të gjithë që t'i sjellin persët pas krave. Ua mami, pse ta nguli thikën ai ty? Po jari, po, ku do ma ngulish thikën? Pra, rri unë dhe ti vlla, puno si kafshti. Puno si kafshun. As si llojgjojnë Terezi për atë zot. As si llojgjojnë Terezi vlla. Sepse me i pas gjona Terezi tu duhet t'jesh kurv vlla. Duhet t'jesh kurv mashkull. Po, fix. Duhet t'jesh kështu që të shaj tjetrin nga gruaja, të shaj nga motra, nga mamaja, ti hedhi lekët i qenë kështu, sikur ka jetën dorë. A kupton të talli pyetje me të gjithë ignorantët që kanë mbledhur aty, edhe ti t'ia duar trokatesh. Stalini vlla, Stalini me Berian. Mbahet mend kur di Stalini? Një sekond u quaj e kapi, Beria që po e përshtynte ja puthi dorën. Shef tha m'fal. 1 sekondë e tremi, 1 sekond para vdekjes. Ashtu jemi edhe neve në raport me pushtetin. Shiko, unë e thash, shpeme, unë da tentoj dhe njërë në 2029 vllai pavarur tek pull, thjesht për treguar dhe për t'i thënë njerëzve vlla, ja, doli dhe një pavarur, se
për t'i mbyll gojën o shpend. Ja ti doli dhe njeri aty sa do votojnë, se gjithë thonë djemë si ty duan Shqipërisë, po ta shikojmë kur të vi puna dhe vota. Valla. A se Tirana është e madhe, janë rreth 400.000 votues. Unë kam besim që ka akoma njerëz që mendojnë si ne dhe duan ndryshim. Por do ta shohim valla. A se ikim dhe 3 vite, ja dhe pak ditë kemi fest madhe, e diti që kemi fest. Kemi 11 maj, 1 vjetorin, valla. Po kemi 1 vjetorin. Po, kemi 1 vjetorin, valla. Fest e madhe, unë madje them duhet bëni organizim ta me sarde, se i kanë qef to me tallava. Fest e madhe, valla, çfarë thuati? Shihje. Nuk e di vlla, nuk e di, por ditëm diçka që situata domethënë me këtë lloj kodi, me këtë kod zgjedhor që është jo kod zgjedhor. Edhe me këto përstiatje, orvatje për ta prekur prap kodin edhe ta vënë në favor të tyrin, neve nuk kemi asnjë lloj gjë interesi vlla. Po s'ke normale. Se kujton se po tulet Berisha me Rama në favorin tonë? Ka shanse. S'ka shanse. Po ç'thua është? Ka shanse. Prandaj them vlla, domethënë ideja është këtu që sa më shumë ta forcojnë këta kodin për veten e tyre, për neve që jemi çik më të zgjuar se sa masa, kuptojnë që frika e këtyre është më e madhe. Po patjetër. Është frika e këtyre është më e madhe, se këta me të vërtetë janë në aleancë me njëri tjetrin. Po kanë një lloj rrjeti të pakënaqërish, të cilët asnjëri nga neve nuk po di ti mbledhit, ti kanalizoj. Sepse neve të rinj vlla kemi deviance me njëri tjetrin, a kupton, jemi të gjithë nga kuçi i Vlorës se vlla e dum autobusin horizontale, duan të jemi të gjithë vend parë vlla. A kupton çfarë të merr është? Më vjen mua njerëz të rinj tash, figura publike, a më profe çfarë po bëhet me këta më? Po jam i thashë vlla, po lodhe njerëzit nga Sali Berisha, nga Edi Rama, po lodhe duke më pritur dhe mua dhe ty. Nga të dy anët lodhe. Neve që bëjmë si pjeshka, jo po se neve këtu se kodi se gjitha, nuk marrim, jemi gjithë tredhur. Të tredhur vlla. Qa, vetëm neve kemi ngel si mohikan, si idiota duke bërtitur. Shikoj se pa drejtësi këtu, pa drejtësi atje, pa drejtësi fund ditës. Të marrim vlla. Unë ta kam thënë, po ta ndajmë edhe me teleshikutit. Vetëm vlla tek pull. Ka ikur koha partive, po të më gjosh mua. Tek pull vlla, t'japim shembullin. Po vlla, t'japim shembullin dhe t'i tregojmë gjithëve që s'kemi nevojë vlla për logo partie për kryetar. Fare më zotri. Sepse këtu janë dhe hipokrite, se unë i kuptoj një pjesë vlla. Partit vlla duan gjak të ri brum, që ka një impakt pozitiv në publik, që të përdori imazhin e Shpendit, thotë erdhi Shpendi, erdhi Azmeri, se janë ndjekur njerën për të punë. Dhe pastaj të të lënë hije. Gjovllajnë këtu edhe, tek pull. 5 vota, ama 5 vota i ke marrë nga qytetarë dhe njerëz të lirë. Se nuk ke pse të mbashti me mëkatet e të tjerëve vlla. Sepse duan vetëm të shfrytëzojnë, madje bëjnë dhe një apel për ata që kanë pak impakt. Ore mosu se duket pak e bukur në fillim kur të afrojnë e të gjitha me radhë, por do jesh askushi sepse kanë një rreth të ngushtë që e mbajnë vetëm për përfitim personal dhe monetar. Nuk i kërcet njeriu shumë, provo dili kundër ti edhe shikoj çfarë bëjnë. Të linçojnë publikisht edhe të gjitha me radhë. Prandaj unë kam dalë përfundimin vetëm tek pull. Dhe do mbështes çdo të ri në çdo qark që do dali vetëm dhe do marri guximin, unë do t'i vën shërbim pa lek vlla, pa lek fare. Gjithë forcat e mia. Kush do i ri? Po kur them i ri me ide, jo që del ditën e fundit se tani çka kuptimi ka? E ta Shpendi me drejt se ne kemi ngelur fol çdo javë vlla, fol çdo ditë. Se hajde dil muajin e fundit tani e varilesh, e kupton, po kandidoj unë, se çka kuptimi ka kjo? Futem shumë veta vlla, si intelektual të rinj në jetën publike. Ku fucking janë këta tanë do vlla? Ka shpejt u tretën këta, për 5 vjetë, u tretën, ti sheqeri.
nuj. Prandaj po them. Ose po m'duket vete si deficient vlla, o zemra, po m'duket vete si debil. Si një kokra idioti që s'do veten e vet vlla, kupton, na kanë çuar deri në një lloj faze që janë duke bë muhabet me pasqyrën. Po ti shok, e do veten ti se po punon kundër interesave tua. Po pse nuk e dua unë një shtëpi ti nga ndërtuesi? Ka ta japin shumë me klininë, profe. Inxhinier, hajde vlla, u doq kjo, nuk ka asnjë problemi. Një shtëpi e ke aty, mbyll gojen ose çon dezinformacione. Po ç'është e drejtë drejtë se jena mësuar me ndërgjegje më e marrë të mira, ma kuptoni, jemi duke mallku vlerat o vlla. Ky është Na kanë rritur keqe burpolere, na kanë rritur keq gjova në burpolere. Jemi duke mallku vlerat e prindërve tanë, ato që na kanë mësuar prindrit, po i kuptojmë që janë të nuk përshtaten me realitetin, duhet të jesh mashtrues, duhet të jesh kurv sot o vlla, që me çfarë. Po. Ora të merr 200.000 euro, të merr 200.000 euro dhe thot para, thot unë i harxova ato vlla, nuk ka frikë. Unë me të pas 20.000 lekë nuk më zë gjumi natën sa me t'i kthy o vlla. Po është të mërsh mama. Se s'kuptoj do në plako. Fatkeqësi e burr, fatkeqësi është pa. Për zotin këtë nuk kuptoj do. Nuk e di. Me qenë se jemi në mbyllje asmer. Me qenë se jemi në mbyllje. Një thirrje kam shpejt për të gjithë ndjekësit për ta mbyllur. Duhet të ndryshojmë pak mendsinë të dashur qytetar, të dashur bashkëdhetar. Unë jam i mendimit që më mirë të reagojmë sot për të parandaluar një tragjedi sesa të bëjmë se hir nesër. Se jemi popull shumë i çuditshëm. Pasi ndodh tragjedia, mblidhemi, bëjmë se hir aty kot më kot. Për çdo lloj situate, u dojsh pallati, u mblodhën të gjithë aty, shiko, flagët, duket sensacion, pastaj dolën ca tjerë, bë video aty, vetëm unë dhe shpendi zvajtëm aty të bënim ne video të pallatit, se do dilte bukur do merrte shikime, kupton. Dhe një pjesë tjetër e kthuse dhe sponsorizim këtyre videove, këta politikanë e rinj tentative, kupton ti tani, për të bërë lajm dhe politik me fatkeqësinë. E njëjta gjë kur ndodh ndonjë aksident, që është çështje që i prek njerëzit, o burra me vrap aty, e kupton? Pra, bëj sponsorizime për poste, se unë nuk e kuptoj dot shpend, se kanë dalë disa, për shembull, ka 10.000 followers, merr 12.000 like në një postim. Po më fale burse, edhe për 5 orë. Po nuk më dele burro algoritmi, sepse unë kam 99.000 ndjekës në Facebook dhe 4% është riçi që i vete, që i del postimi im, se kjo është organike. Pra nuk i del gjithëve vlla. Edhe kjo mund të doj, le të themi 24 orë. Se jemi bërë mjeshtra dhe të këtyre tani. Po si e vlla dalë ti tani me këtë, se ka diçka që nuk shkon këtu apo. Se pagojnë, kujtojnë se do impresionojnë njerëzit vlla, se po more ti 10.000 like, se i kërcet njeriu, fare po vlla, fare. Sepse po t'ishte kjo i bie ti do kishe 500.000 like vlla. Pra, këtu duan vlla ta shfrytëzojnë edhe këtë pjesë. E kupton ku jemi ne apo jo? Tu çdo gjë show valla, show. Se hir, popull se hiri. Këto lloj biznesesh vlla, shkojnë te bizneset tjera, bizneset online, shkojnë te bizneset e tjera duke i thënë shifra idiote për me i marr lek vlla. Për postime. Unë kam dëgjuar shifra të frikshme, 2.000 euro për një postim këto të Big Brotherit. 5.000 euro për një. Unë i djeg vlla dhe nuk e jap Selinës apo një tjetri aty 5.000 euro. I djeg. Ore di ja çoj Zyber Hallullit e vlla, 5.000 euro jetimve, e di që mi shikon zoti më pastrohet shpirti, se sa të jap Selinit për një postim që e kam anti-reklam, se nuk dinte që madje shpend. Më mirë bizneset i bëj thirrje, t'i japin lek politikanëve se janë bërë influencer, se sa t'ja japin këtyre. Politikanë, vlla, deputetët nuk po bëjnë detyrën vlla që janë çuar në parlament. I ketë gjithë me telefon vlla. Shikoni ky liçeni që është bërë këtu, e kupton, shikoni aeroporti këtej. Tallin trapin vlla me popullin. 4-5 milion lekë te xhepi, ha? Vazhdon aty rroka, vazhdon, marrin 170.000 lekë në muaj për telefonin, marrin bonus qeraje. Influencerë vlla.
Pra, qojeni e vlla, merrni këta, jepni lek këtyre, cooperation, collaboration, ha? Rrobat përdorura, deputeti X. Më mirë valla. Qa merreni me këto valla? Edhe jeni në rregull se. Paktën bëni punta të shesin e ngjese, gjuna. Nuk shesin fare më pika, nuk ashtu, nuk shesin fare, vojnë valla, vojnë. Se edhe ne jemi çik tegër me këta. Këta vojnë shumë më burr, mendojnë për hallet tona, për gjonat. Tani është e vështirë të jesh deputet o ti as merr tani se. Tash ç'do bëjë? Kryetari nuk e lë me fol. Jo, detyrat politike politike zgjidhen me një ngritje kartonin dëshirën e kryetarit. Si do të justifikoj rrogën e merr telefonin? Merr telefonin që te telefoni shkonte në një dyqan telefoni ç'do të thotë, ti kush jam unë? Ma jep këtu të lutem. Se këtu ka influencerë që vendosin gjoba për telefona, për drega, për darga, të dhjef shamun influencimin që bën timaj. Vede atje zhgërrye. Ore këto nuk më shqetësojnë mua, o shpen. Këto që janë goca të bukura dhe kështu nuk më shqetësojnë fare mua valla se nuk marrin nga taksat e mia fare. Të bëjnë çfarë duan valla. Japin drejtim. Mua më shqetësojnë këta valla që marrin rroga tyre. Me këta e kam unë. Gocët e bukura pastrojnë paratë e vjedhura të mia dhe tuat edhe të gjithë shqiptarëve, o vlla. Po dakord, po të zgjidhim mirë këta them unë, e kupton? Ja lavatriçe Të zgjidhim mirë këta. Tani se ta ça predi nga te breget me librin e kam si aksesor. Po ato kam vllata që po ora unë prap po them, mua më shqetësojnë o shpen. Më shqetësojnë këta që janë deputeta vlla, e kupton që është drejtuesja e qarkut aty, do spagu ta fusin burg, thot, i thurin lavde vlla, e kupton ti tani? Lavde vlla. 30 vjeç djalë aty i serviloset a një hajdute. E kupton ti tani, është deputet, nuk kalojnë rrugë se një njeri, e kupton, vari leshtë apo. Nuk e di kush është, nuk ka fol një herë, nuk ka çuar një ligj, njerëz pa ide. Edhe të shikojnë kështu se ne fatkeqësisht dhe na njohin apo, edhe kur shkëmbemi të shikojnë kështu si me frikë, e kupton? Po ky e kupton. Pra, ne nëse kemi një gjë, ore jemi njerëz të lirë, o shpen. Jemi njerëz të lirë valla. Mendimin tim nuk e blen njeri, s'ka shanse valla. Jo kryetar partie tjetë. Po se di un pronari i Tiranës, si e me sallam dorë, ke parat filmin ti apo jo? Të kshu e mberg ta valla. Kush ma hëngri sallamin? Kush ma hëngri sallamin? Shëndetim çunat e ngopit se janë fantastik. Biles kanë bë goditje me atë pronari i Tiranës. Se kanë dalë gjitha pronari Tirana valla. Po pse për të vendos sallamin? Se pronari të ngopi ishte, thoshte i shkreti kush ma hëngri sallamin. Ta e dun sallamin kështu valla, gjithë, vetëm kapim ç'është e vërteta dashurmisi përfund. Nuk i diet, mund ta zgjidhem edhe me mënyra ekstra ligjore. Hapni fabrika sallami, që ti ushqejmë këta, kupton? Që ti ushqejmë, se janë të pangopur. Po nga i parizierja, i trashë, t'u japim, se janë të uritur. Janë të uritur, gjunov, s'kam buk të hanë. Po vazmer. Të falenderoj shumë vlla. Të falenderoj shumë për gjithë mendimet e bukura dhe një përshëndesim gjithë ndjekësit nga çdo vend i botës që janë duke na ndjekur, sepse realisht ata që na ndjekin janë njerëz real vlla, janë njerëz si puna jon, dhe nuk janë thjesht aty njerëz që shikojnë nga vrima e Chelsea-t si te emisionet e tjera, thjesht për numër dhe masturbohen në vetminë e tyre mendore ose edhe fizike. Pra, ne mundohemi të japim dy gjëra reale për njerëz real, për njerëz me këmbë të tokë dhe njerëz që vërtet e duan vendin, që mund të jenë jashtë Shqipërisë fizikisht, por kontribojnë dhe janë, le të themi, më prezent se sa ne që jemi në Shqipëri fizikisht, por mendërisht dhe shpirtërisht ne ja kemi shitur çdo gjë djallit. Unë ju bë një thirrje që ecni me kujdes, vozisni me kujdes. Sot apo dje ishim fëmijë dhe një familje që ju nuk e njihni. Nesër mund të jetë fëmia jot, nipi jot, besa jota, që të ketë atë përfundim fatal, duke uruar që shpirti i tyre të jetë në dritë, siç duhet të jetë, sepse ata ishin vetë dritë, ishin ëngjëj. E mbyllim këtë episod të sotëm
por kemi shumë probleme të theksuara në shoqërinë tonë. Po nuk e ndryshum neve, nuk vjen as Trumpi, as Merkeli, as kush tjetër. Duhet ta bëjmë ne. Po e pritem zgjidhje nga lart, asnjëherë s'kem për ta marrë zgjidhje. Dhe mos harroni, në High Tech Academy, si dhe tek Truk Podcast, zhvillojmë kurse azmeri profesionale për të gjithë ato paketat elektronike smart të inxhinierisë, elektrike dhe elektronike, kurse unë për komunikimin publik dhe politik. Duke uruar më të mirën dhe duke uruar që Zoti na bekojë të gjithëve, sepse asnjëherë më parë si sot nuk na duhen bekimet e tij. Ju uroj natën e mirë dhe mos harroni Natën. të ndiqni natën. Thank you.